Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde në odën tonë, për herë të parë i kem tre të ftuar, edhe këtu është imami i xhamisë shqiptare në Toronto, zotri Adnan Berbatovci, sekretari i bordit të xhamisë, zotri Dritan Dedja, dhe një djalë i ri nga Prishtina që është kryetari i bordit të xhamisë Dardan Emini. Mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se u gjë. Atëherë, unë jam shumë i lumtur që për herë të parë për të provojmë, ti kem tre të ftuar, edhe besoj që do të na shkojmë barë, po Aga Hoxh, po të di unë të thonë kështu privatisht Aga Hoxh, mu e dha Adnan me thonë, se jem edhe shok, jam shumë i nderuar që gjetet kohën me ardhe, e di që jeni me Ramazan, se jem kohë Ramazani, po ju vendosit që të vini dhe na nderuat me prezencën tonë. Unë, Aga Hoxh, për nisi me ty kështu. E di që ke studiu në Egjipt, edhe u bën gati, kur them, si student 20 vite. 20 vite më po, edhe jarë si Hoxh para 10 vitesh këtu në Kanada. Na flet ku ke kry studimet, që pak ta dinë dhe publiku. Adnan Berbatovci ku ka studiu? Faleminderit Gjemi, ndihemi privilegjuar unë edhe kolegët e mi këtu që jemi, këta vëllezërit e mi që jemi prezent në Albanian Oda Podcast, një studio ose një dritare shumë me vlerë për gjithë shqiptarët të në Toronto edhe gjetiju, jo vetëm këtu. Unë, sa i përket studimeve, tash nëse nisemi nga shkolla e mesme, shkollën e mesme kam përfunduar në Prishtinë, në Medresen Alaudin, në Prishtinë vitet 93-97. Pastaj, me njerë pas medresës, kemi udhëtuar për studime, domethënë diplomike ose për fakultet në Universitetin e Azharit në Kairo të Egjiptit. Aty kemi qëndruar deri në vitin 2002, domethënë e kemi përfunduar. Fakulteti ka qenë bazat e fesë, është quajtur ashtu fakulteti, Universiteti i Azharit, ndërkaq dega e diplomimit ka qenë akaid ose besim dhe filozofi. Ajo ka qenë, domethënë, profesioni ose diplomimi që e kam bërë atë, duke i përfshirë ato, domethënë, lëndët ka qenë të përqendruara në këto aspekte, edhe pse gjitha lëndët fetare, e shoqërore, e filozofike i kemi pas të inkorporuar ose i kemi mësuar aty. Pas asaj kohe, domethënë vitin jam kthyer në vendlindje në Kosovë, gjithsesi në fushë Kosovë. Edhe aty kam punuar si imam në xhaminë qendrore në fushë Kosovë. E xhami ka qenë pas luftës, është ndërtuar dikun në maj, është hapur në maj të vitit 2002. Me njerë pas studimeve jam kthyer aty dhe kam, domethënë, i punësuar në atë kohë Këshilli i Bashkisë Islame i Prishtinës, por se xhami edhe fushë Kosova ka qenë në kuadër pjesë e Prishtinës, po. Edhe me vakuf edhe me shumë gjëra tjera. Si quhet Biku? Biku, po. Bashkia Islame e Kosovës, ndërkaq lokale quhet Këshilli i Bashkisë Islame i Prishtinës. Tash ka edhe të fushë Kosovës që është formuar. Megjithatë, domethënë kam punuar aty deri në vitin 2008 si imam, prej vitit 2008 deri në 2016 jam transferuar në Prishtinë në rolin ose në pozitën e sekretarit të Këshillit të Bashkisë Islame të Prishtinës, si sekretari i Myftinisë së Prishtinës, si bie ashtu. Ndërkaq prej 2016-s në prill, 2 April, jam imam këtu në xhaminë shqiptare në Toronto. Një eksperiencë të jetë e reta që ashtu për mua, por eksperiencë edhe pak e çuditshme, Evropë, Afrikë, Evropë, Amerikë, domethënë bajagi kështu një lloj-llojshmëri e ndryshimit, por mirë. Unë po ta them publikisht, shqyr Zotit që të kemi imam, mos na ikë. Edhe unë shqyr që ju kam juve. Se pa juve nuk ulej asgjë. E di. Do vazhdoj te Dritani. Dritan, me preardhje je nga Dibra e Madhe, që sot është pjesë e Maqedonisë Veriore, zyrtarisht. Ke studiu në Tiranë. Po.
Na flet pak kur qysh si tek, që ta dim edhe publiku kush është Dritani. Pika të shkurta. Po, kam lindur në Diber të Madhe, deri shkollën e mesme kam bërë aty. Pastaj në vitin 1993, qeveria demokratike e Sali Berishës dhe qeveria shqiptare na mundsoi që 400 studentë nga viset shqiptare, Kosovë e Maqedoni, të shkojnë pa pagesë në universitetet e Shqipërisë. Kjo ishte një gëzim i madh. Ishte një ëndër sepse në Tirana, domethënë, për ne ti e di James. Ka qenë ndaluar. Ça përfaqëson domethënë Shqipëria Tirana për ne domethënë është nana, baba, gjithë. Kështu që 93-shin kam shku student, jam regjistruar në bazë të mesatares, kemi bërë provim pranus. Kam vazhduar për inxhinieri elektronike, vitin e tretë, pastaj u pozicionova për kompjutera. Kështu që unë jam i diplomuar si inxhinier elektronik për drejtimin kompjutera në vitin 1998. Në Tiranë. Në Tiranë, 4 vjet e gjys kam mësu aty në Tiranë. Sa xheloz bën, në ato vite kanë qenë student, na kemi pas mund ndalume me shku në Tiranë. Unë veç kum pa në televizor Tiranën. Ka qenë di shumë mirë se u pavarësu Maqedonia Veriore, sigurisht edhe u relaksuan pak raportet mes Shqipërisë edhe Maqedonisë. Kemi pas më të lehtë, jo me kalu aty te Struga, ku është ai? Ne Dimbra kemi pikën e kalimit aty në Blat, domethënë 4 kilometra nga qyteti, domethënë dalim në Dibrën e vogël, që është Peshkopia. Kufiri është Drini, domethënë ai kufiri artificial që ekziston sot është Drinizi. Edhe një histori. Gjyshi im, Rahmet Past, nga nana, jetonte në një fshat 2 kilometra nga Drini. Brenda Shqipërisë. Jo, në Maqedoni. Në Maqedoni, po. Motrat e veta, të dyja, i kishte matan Drinit për 40 vjet. Si ka paku? Si pa. Si të dilje për jashta, për shembull, ta shifje me sy, e shifte shtëpinë, po nuk mund të takonte motrën. Ky është ai regjim. Anyway, mbarova studimet, u kthiva në Diber me një shok që jeton dhe punon si IT tash në Chicago, e hapëm klubin e internetin të parë në Diber, në ndër të parët në Maqedoni. Edhe ishte diçka si senzacion, sepse e filluam dhe u bëm pionerët që si të hyje teknologjia në tek rinia jonë, domethënë interneti dhe kompjuteri. Pas 2-3 vjetësh u fejova, punova për Kombet e Bashkuara në 2 vjet në Tiranë, prap. Pastaj aplikova dhe erdha në këtë vendin e bekuar që quhet Kanada. Po, çfarë viti ja këtu? Unë kam marrë në tetor të 2004-s. Tash 20 sa vjet. 22 vjet bëhen në tetor. Mirë, Dardan, djali i ri, Dardani ka Prishnali, i ri i ardh. Sa vjeç që e konkurron kanë? 4 vjeç. Në vitin 1999. Çat kujtohet, a marr mend ai sen për asaj kohe. E maj men në autobus kur jemi kom të shku për Maqedoni. Edhe kom pas një flamur të Amerikës në teshe, u duft me shef për shkak të shkjet. Na kanë marrë, po. Që të kujtim e kam. Që të kujtim e kam. Edhe prej asaj kohe këtu ke jetu me familje, me baba i ndjerit që ka vdek, edhe me nanën, edhe kush tjetër është prej familjes? Edhe motra ime. Motra ime. Po, me profesion? Jam pranar me partnerin tem për një biznes, bojmë aftermarket car parts për pjesë speciale për Audi. Për Audi, BMW. Edhe BMW, më koni kum pa. Që shi thojnë Prishtinë spoilera. Bac, si thojnë Tiranë spoilerave? Parakolp. Parakolp. Parakolp, e di kam qenë kam vizitu aty, edhe keni punë fantastike që për Bandardan, po më intereson angazhimi në xhami. Edhe unë gëzon që ta ka on besimin i djalit të ri, që shumë i ri këtu, edhe angazhimi jot aty në bord, po edhe si më thonë, nominimi jot për kryetar. Kur ndodhi që u fute në bord xhami?
Si ka qenë ky proces? U kanë koha 8 orë 2021, kur jam hi në fillim në shill xhamis, dhe u kanë me vota, kanë votu njerëz, të më thonë antarët e xhamis, jam kanë si pjesë me arkatarin kum punu në fillim. E tani, mas mandatit në parë, në maj 2024, në kanë votu sekretar. Unë du mi përmen antarët e bordit, edhe ti përmen një mëral, po nismi nga Sado Mehmeti. Sado është një ndër vjetrit, është nga Maqedonia Veriore. Nga rrethi manastirit. Nga rrethi manastirit. Tjetër kush është aty? Ti themon? Të lutem Thuj drejton. I kam të shkruar, po kam qef kështu mi po. Kemi Ardian Rushitin, që është edhe nga rrethi manastirit. Po. Vllaznim Sulejmanin, nga rrethi i manastirit. Manastirit, po. Është Dritan Dedja nga Dibra. Nga Dibra. Kemi Ibrahim Nokën nga Kuksi. Nga Kuksi, po, më staron Ibrahim. Kemi Dardan Eminin nga Prishtina. Kemi Mentor Berbatovsin nga Prishtina. Dhe kam haru edhe Florindin. Florin Metalla nga Durrësi. Nga Durrësi. Një Durrësak, edhe kemi edhe Gjakovarin e famshëm, Ahmet Hoti. Ahmet Hoti. Ahmeti është Hasjan. Kështu, me këshyr me prejardhje. Familja ti ka nikën luftë dytë botnore, edhe unë e nguci, thëmë të si Gjakovari Hasjan të kesh, një jetë shumë krenar që është Hasjan. Këta jonë pjesë e bordit që për publikun ta spjegojmë. Bordi është ai i cili organi drejtues i xhamisë shqiptare këtu. Si quhet në anglisht domon xhamia? Board of Directors. No, xhamia shqiptare. Albanian Muslim Society of Toronto Incorporated. Kjo kështu quhet në anglisht. Që shqipi bjen ne i themi shkurt i themi xhamia shqiptare në Toronto, po domethënë në mënyrë zyrtare, emri është Bashkësia Shqiptare Muslimane e Torontos. Tash, bordi si bord punëson hoxhën, kështu i bjen. Po, na duhet një që të kry rolin e imamit. Domthon organi kryesor drejtues është bordi i xhamisë. Jashtë bordit janë sa antarja i ka xhamia sot? Domethënë antarë që kanë pagu për vitin e 2025 janë 2395 antarë që kanë pagu. Të plot. Po, me këshyr edhe për do antarë që nuk kanë pagu për vitin e 2025, jemi më shumë se 3000 antarë. Dëmon, këta është një antar një vot, apo është për familje? Jo, një antar një vot, mbi 18 vjeç. Dëmon, nëse është familja i ka 5 antar, paguin 50, ata llogaritin që janë 5 antar të për të votuar. Për të votuar. Po, do të jetë mbi 18 vjeç, domethënë, se fëmijët për shembull nuk kanë të drejtë, edhe pse janë antar, nuk kanë të drejtë të votojnë. Nuk kanë drejtë vote, do të më çej për mbi 18 vjeç. Po, apet janë antar, vetëm nuk kanë drejtë me votu për këshillën. A goç shpo trajton bordi ty? Shumë bukur. Por unë thash, kishe po më thu, që shpo ndihesh, shumë bukur. Shumë bukur. Që shpo trajton bordi më ta di? Po shiko, na këtë bordin, edhe ata kur ka marrë, dhe më thonë, është kjo një histori pak e shkurtër, kur ka marrë ka qenë si zakonisht gjenerata e vjetër në bord të xhamisë, dhe më thonë, ata që kanë udhëheq, baja gjen një kohë të gjatë. Megjithatë, mas një viti që erdha, u bën disa ndryshime dhe erdhi në bord të xhamisë gjenerat thujse e re komplet. Mesin e ty në bile, Dritoni është prej atyre të parëve që ka qenë aty. Edhe janë edhe disa tjerë që nuk janë, domethënë, prezent këtë bord. Tash siç është për shembull Ismet Mirena, Zemri Sallahi, Kadrushi e tjerë shumë. Rustemi. Po, megjithatë, domethënë unë këta i kam edhe ofër edhe si moshatar, apo kupton? Me gjithë respektin për gjithë, domethënë, se cili e ka bërë punën e vetë shembullore sa i përket saj xhamie, edhe këtij komuniteti ta quaj ashtu shqiptar, musliman normal. Po. Por këta peja gjeneratës të Dritonit e tutje krejt këta dysi i konsideroj ma shumë si shok se sa që i kemi si antar ose bordit ose si me thonë kryesi e xhamisë. Kryesi ose pondhasi. Ma shumë i konsideroj shok edhe si vllazër edhe i kalojmë
Dhe më thonë, shumicën në rasteve jo 100%, po 150% rasteve kalojmë për mrekullin gjitha aspekte. Jo e di që keni raporte fantastike. Kemi raporte fantastike, nuk e kemi atë zyrtaritetin kush jeti, kush jamon, jo kështu jashtu. Normal, se cili din detyrat e veta, se cili e din rrugën ka të shkoj, hoxha e din punën e vetë, këta e din punën e tyra, e din punën e vetë. Dhe më thonë, se cili kemi të ndare, por në raportën dërmjet vete, ne që ndrojmë tamam si vëllezër, jemi, dhe më thonë, nuk i kemi ato formalitetet ose ato zyrtaritetet të vendosura në rëndësi, jemi shumë bukë. Trajtohesh mirë? Ja, shembullor. Ajo kryesorja. Unë do pyes diçka Dardan. Angazhimi juaj edhe i një grupi të ri ju ka kriju një database të re, i keni dhënë një shtytje të re, domthonë është ai bordi para prak që bëri ca ndrime se ka kalu, unë jam këtu që nga viti 99 dhe di se edhe pse s'kam qenë antar aty, po e di që ka kalu xhamia në disa periudha, borde ndryshme, po ardhe e gjenatës tre ka dhënë një energji të re. Na flet për me këtë sepa termi metalla nga Florin Metalla. Florindi edhe mentor Bërbatovci. Ju keni punu një programi që keni implementuar aty. Na flet për këtë pak lutem. Para se që jemi konë na në këshill, e ka fillu programin Valbon Shabani. Po e njo ka qenë antari bordit i shoqatës tonë kur kam qenë unë në kryetar, po Valbonin, e përshëndesim. Një antar shumë i meqëm edhe shumë punëtor që na ka shtinë në sistem të xhamia që jemi konë në farloje vitin 1990, tash jemi vitin 2100, ma përpara se shumë organizata tjera. E vërtet, shumë e vërtet, po. Ne i tham nga koha e gurit, më tha gjithë nëpër. From the age stone to the digital stone. Digital stone. Valboni ka fillu para se me ordone ato, sistemi CRM thirret, tash për shkak punën e tij, tani masanej këshilli i ri punën që kemi bo, tash e kemi me çdo antar emrin, emrin, ditëlindjen, email adresën, numrin e telefonit, çdo sen sistem që na ka lehtësu punën e këshillit 100 herë. Se kanë shumë vështirë për këshillin përpara që e kanë bo me letra me çdo sen. Po. E tash tani kur na ka ardhur Florindi para se me kanë në këshill, u kanë në Shqipëri për 2 vjet, po na kanë ndihmu këshillën përpara shumë. Çdo ditë, çdo javë punojke na ka bëu webfaqen e re, ka punu shumë, se ajo është marketing expert. Ai punon me shumë firma shumë të mëdha në Kanadë dhe në Amerikë. E ka përdor përvojën e tij me na ndihmu xhamin. Tash unë për vete besoj që prej xhamive s'ka në organizatë që e ka webfaqen si kemi na të bukur me fotografia, me informata me çdo sen. Edhe estetike më pa e bukur, më taman që me pas tjetë kush ka nevojë më fut me pa një informacion si duhet. Ti je shefi cilësinë e emaileve për shembull që e shpërndajmë ne, domethënë janë profesionale domethënë për korporate të mëdha, nuk po flitet më për OJQ që jemi ne domethënë, që jemi këtë vullnetar. Kjo është e gjithë merita e Florindit. Po. E përshëndesim Florindin, edhe Valbon Shabanin. Edhe mentor Bërbatovci, që tash është arketar i xhamis, domethënë që gati 2 vjet, po edhe përpara edhe ai u kanë që kanë ndihmu Florindit me webfaqen e me këto graphics e këto sense, e kena bu pak ma interesant çdo herë që ka një postim, fotografia mu dok profesional, se tha Dritani, mu dok se është një korporat të madhe. Edhe ashtu është se punëtorët që janë të punu me këto senet, e kanë provojën e korporatat të mëdha. A ga hoqë sa po më pëlqen Dardani, e ka gjuhën shumë mirë, edhe pse orë 4 vjeç. Ja, qush, ja, Prishtina Ali, tamon me rënjë Prishtina Ali. Ja. Se e kem folë edhe e bukra që po mundet edhe mu shprej, e di kuptu, se tash për me folë mënyrë bazike, fillestar një gjuhë, edhe është letë, po me ditë edhe mu shprej, mu po më gëzën këtë fakt Dardani, kështu që sarë po takoj për full ma mirë shqipe. Ma mirë se unë. Xhamia, për shkak xhamisë. Edhe pak,
Ky do ta fusim në provim gjuhës letrare shqipe dhe ky bëhet top. Ju do të më çusi drejtanin në studio. Ama këtu kemi mjaft. O bac. Flaka po mdet që ka shku në vitit 90 në studio. Flaka. Na tu e pa prej largu Tiranën. Është me kismet çdo gjë, është me kismet. E di që ju tiranësit që keni jetu aty në rregull jeni po. Mu më dhema e ku që s'kam pas mundësi me po, e kam penge kam kështu. Ndje vetëm me të lumtur e krenar. Për shoqërinë që kam bë, për kohën që kam vlu atje. Bravo. Do kthehem te historia e xhamisë. Tash është një tregim interesant për se si u nis dhe kush e ka nis. Edhe ndoshta drejtan do drejtohem ty pak pastaj edhe me Adnanin, me imamin. Kur është ble ajo ndërtesë edhe nga kush? Ta fillim pak më parë për shembull, sepse shqiptarët e parë që kanë ardhur domethënë në Kanada kanë qenë nga zona e Korçës, domethënë nga zona e jugut të Shqipërisë, edhe nga zona e Manastirit. Ato kanë qenë këtu edhe përpara luftës së parë botërore. Edhe e kanë pas të arsyeshme që të grumbullohen domethënë si komunitet musliman që të kenë diçka të veçantë. Në fillim jenë bashku me komunitete të tjera, me pakistanez, me ashtu sepse kanë qenë shumë pak në numër muslimanët. Edhe kanë hap atë që quhet si organizata e parë, domethënë oficiale në domenin si organizatë islame në Ontario. Edhe domethënë ne prandaj themi me krenari që jemi ndër të parët domethënë të regjistruar si musliman në Kanada. Nga gjitha komunitetet tjera. Ka qenë turk në Ontario. Po, në Ontario. Ka qenë në provincën tonë. Po, kanë qenë turq, pakistanez, indian, domethënë mund të kenë qenë arab, edhe ka qenë edhe shqiptar. Domethënë këto, domethënë pastaj erdhi një moment që u pa e rrugës që të shpërndahet ky grup në kuptimin e televizim e të hapin diçka tonën. Edhe po e la mua Adnani që të jetë më shumë detaje. Më pastaj, domethënë pasi u ndan në atë kontest që u bën të pavarur, shkun komunitete tjera dhe erdhi komuniteti jon shqiptar musliman në krye me hoxhën Recep Efendi Asimi, ka qenë hoxh nga Korça dhe ai, së bashku me Seid Aliun dhe Meri Kerimin, ai domethënë me bashkëshortën e tij. Ata e bën këtë me xhamatin shqiptar që ka qenë, e blen këtë vendin ku neve jemi sot. Domethënë kanë shkuar një herë atje në xhami Masknalt, e kanë blerë një xhami, ato e kanë lënë dhe kanë kalu te kjo e kanë marrë këtu. Dhe kjo si duket është prej 1972. Ashtu diçka. 1972 parafërsisht kur është ndërtesa ku është sot. Edhe prej aty e tutje ajo ka funksionuar si xhami shqiptare, më shkurt si Albanian ose njëherë si Toronto Muslim Society, dhe më pas ka kalu në Albanian Muslim Society of Toronto. Edhe kjo, sa për informacion, dhe më thonë, se njëri nuk ja di emrin, por thoshte, edhe ashtu është, shqiptarët çdo kun në perëndim, në Amerikë edhe në perëndim çdo kun, që në kafillet e tyre, xhamit i kanë, domethënë nuk i kanë bërë vetëm për xhami, por ato kanë qenë edhe si vende që e kanë rujt traditën tonë, ja këtë mindil që e keti përpara, këto shenja kombëtare, domethënë e kanë rujt gjuhën, traditën shqiptare edhe gjitha ato. Ka qenë më shumë se xhami. Më shumë se xhami. Nuk ka qenë vetëm ku kryen rritet fetare. Jo. Po ka qenë një lloj komuniteti që janë lidh aty. Janë lidh, kanë det, kanë gjitha traditat popullore, traditat kombëtare që i kemi ne, përfshirë edhe fen, të gjitha janë inkorporuar edhe janë ruajtur në xhami. Edhe sot e kësaj dite ruhen edhe te ne. Ti ke qenë aty xhami. Po shumë herë. Domethënë e din se si është ne aty mirë. E krymë atë pjesën fetare gjithashtu se i takon këtë në rregull. Falni. Mirë po ne jem bisedën tonë ato i bojmë sikur na dhe, si në vendlindje. Po, tamash. Domethënë kemi ashtu. Prandaj edhe kjo xhami segmenti kombëtar nuk ka ikë nga xhami. Në edhe si kas një herë. Kjo është ajo që mu bën mundi mirë, me të thënë drejtën, edhe çdo shqiptar që
unë kam qenë disa herë aty, si që din edhe si ftuar, po edhe kështu në vizita, no është ta nëherë më falë ma pak, po mos kallëzën, mos e bëni të madhe. Ty të kena të hastretit. Pellazga. Ty të hastretit kena, njët kena, si kem 500. Hajde Pellazga. Jo, unë du me theksu kjo mu më bon krenar, sepse qëllimi i jonë është që na jena shqiptar, edhe jem një popull që i kem 4 fe zyrtare. Edhe shqyqër Zotit qëndroj mirë me zvete, edhe inshallah më Zot kena me qëndru gjithmonë, sepse jenë në një trysni, kem folë privatisht edhe me imamin edhe me plot tjerë që është një luft hibride madhe që bo gjitha nej, që shqiptari ta hunkët, po se ka hunkur, as në momente matrona gjatë historisë, edhe zbesoj që do e humë, qëndroj shumë mirë me komitetet tjera, me vllaznin ton, katolik, vllaznin ton, Bektashian, vllaznin ton ortodoks, gjithë jem shqiptar, bile takimet kur i kemë edhe me priftin, i ulim bashkë, unë du mi bo një foto nga unë ka, thot veç pak shishën, i jo me lë shumë, thot se kuku, po gjithë kjo energji pozitive, që unë du me falenderu imamin ton, Adnanin, publikisht që përveç që e krynë punën e imamit si duhet është një shqiptari vërtet. Jo, frima kombëtare në atë shtëpi Xhemi asnjë s'ka mungu. Po, absolutisht. Biles për njoftim, domethënë, edhe shoqata shqiptaro-kanadeze që e operon sot. Që unë jam antar i bordit. Si motra jonë, po. Ajo është formuar në katën e dytë asaj xhamie. Po, ka lind aty. Ka lind aty, kanë ndet aty një kohë të gjatë. Edhe antarët themelues të tyre kanë qenë pikërisht antarët e xhamisë. Po. Sepse e panë që ne po mblidhemi këtu, po vllazënit tjerë që janë të feve tjera nuk po kanë një vend ku të takohen. Kështu që e bën atë shoqata aty brenda që të gjithë përfshirëse të jetë pa dallim feje, domethënë, po të përfaqëson shqiptarët. Edhe ajo tradit, ajo vazhdon dhe do Zoti të vazhdoj edhe më vonë. Kjo më bën krenar, kjo më bën shumë të gëzuar edhe më bën të mirë muni edhe unë veç ju uroj sukses për punën që për bani edhe të vazhdoj me tutje, po unë du mu këthyte ai Hoxha Simi. Po. Kush ka qenë ai si njeri? Adnan, po filloj me ty. Po, ai si njeri ka qenë, domethënë historik të vetëm e dim që ka qenë nga Shqipëria, ka qenë i general të së vjetër, domethënë i lindur ndikon në kohën e perandorisë osmane, sa ka qenë Shqipëria ende nën patronatin ose nën kësundimin e perandorisë osmane, nën Osmanli, e sigurisht, domethënë, përgatitja ati ka qenë përgatitje si që ka qenë atër me mëderris që kanë mësuar në medrese, në Korçë, ku ka pas medrese, por ai kur ka ardhur këtu normal, edhe vetë, me iniciativën e vetë, por edhe ata kusherit e ti edhe tjerë që kanë qenë shqiptar, e kanë përkrahur edhe e kanë fillu këtë prej një ode kështu sa është kjo, dhe më thonë prej 4-5-6 personave dal nga dal deri sa kanë arrit. Po që është për vlerësim tepër të madh, inshallah Zoti e mëshiron atje ku është ja Rabbi, edhe padyshim se gjithë këtë merit, dhe më thonë, ose gjitha këto vepra që neve i bëjmë sot, një pjesë e sevapeve shkon ati pa pikë dyshimi se ai ka lënë trashëgimi neve këtë që kemi. Tu du me dalë ku një njeri i mirë, një vizionare, bo një punë të mirë, me gjenerata ja shojnë hajrit. Me gjenerata, për këtë arsye thot shpërblimi, tash po him tash pak në fe, po jo gjatë. Jo mos kide, dhe dëshirë. Për këtë arsye, ai që e bën thot, ai që e hap rrugën për një vepër të mirë, për një punë të mirë, që lën diçka për gjenerata si the, e ka shpërblimin deri në ditë gjykimit, gjenerat pas gjeneratës që e bëjnë atë. I shkon shpërblimi atij zotriut, sa ai është bërë sebeb. Në këtë rast, hoxha nderuar, pa pikë dyshimi, dhe ne lutemi, ko pas kohë, lutemi për to, enkas kështu, jo vetëm që i shkon shpërblimi, po lutemi enkas. Edhe për çiftin tjetër që ishte aty. Edhe për atë çiftin tjetër, edhe për vllahun e tij, domethënë janë disa persona aty. Më shkurt, hoxha nderuar, kemi statistika të dhëna, që në atë kohë po flasim për vitet para 70-a. 60-a, për këtë xhami ka dhënë dikon shifrën ka $2.800 në atë kohë. Që mderë sot dhe janë për 2 milion. Sa dush, tash nuk e di sa vlera reale, por logaritet që
vlera shumë e madhe, po e ka dhënë ato, nuk e ka ruajtur për vete, nuk ja ka lënë dikujt tjetër, ose të blejnë ndoj shtëpi, ose të bëj, po i ka dhënë për neve sot që jemi duke folur gjuhën shqipe këtu. I ka dhënë për neve, domethënë. Ajo është, prandaj Zoti inshallah Zoti shpërblen me të mira. Me të mira. Ritan, po din ti histori diçka për atë Hoxha Sibi në ndodhi nga të vjetrit që ke pas, për shembull aty e kem si është baci Sademi, Bedriu, Belikbashi, kemi Nejmi Aliun, a kanë taku ata gjallë herë? Po, e kanë njohur. Çfarë thonë ta flas për të? Domethënë ka qenë njëri i punës, njëri domethënë që shu, edhe realisht tek një histori pak si qesharake, domethënë është shqiptarët në atë kohë nuk kanë qenë aq të informuar në bazat e fesë. Shumica e pjesës tjetër muslimane në 10 ditë e fundit të Ramazanit hyn në xhami dhe rrin non stop në xhami, quhet itikaf. Po. Imam, ashtu? Itikaf, termi, domethënë mos e them gabi. Termi çashtu. Edhe këto komuniteti tjerë që s'kan qenë jo musliman kanë shkuar dhe kanë dhënë në xhami. Ky ka kaluar me makinë aty domethënë, ka pa drita ndes, ka thënë ç'a bëjnë këto në xhami? Ka këtu se kanë uzurpus. Dhe i kanë nxjerrë me polici për jashtë, domethënë. Po histori personale të këtyre, dim që kanë qenë shumë të dedikuar, e di që kanë qenë vizionar, edhe për idetë e tyre, sepse domethënë këto përmenden 2-3, po domethënë ai vend që e kemi sot, nuk është vetëm këtu e dytë, kanë paguar të gjithë. Të gjithë. Këto janë ndoshta atë si të themi domethënë prisit, po jo që ato janë të vetmit. Kanë paguar të gjithë. Kalon pasar së Hoxha? Po ata dy çifti tjetër aty? Nuk e di. Meri Kerimi me atë me Sedaliun më duket kanë lënë domethënë, po aq detaje të them drejtën nuk e di. Ne para 4 vjetësh kemi nis një iniciativë, kemi shpërndar edhe njoftimin që të mbledhim të dhënat këtë, që duan të bëjmë historinë e vërtetë, domethënë të bazuar në fakte të xhamis, të atij institucioni. Kështu që persona që kanë shumë dieni dhe që kanë materiale si Nejmi Aliu, e Sademi, e Bedriu, domethënë, po e kemi angazhuar shkrimtarin nga Presheva, Mustafa Ismaili. Që të bëjmë një si tip historik të xhamis. Kështu që do Zoti me një të ardhme të afër do kemi një libër ku do jenë të cekur të gjithë këto individ dhe kontributet e tyre. Edhe mbledhen fotografi ndryshme. Po. Kanë edhe video filmime. Këto mirë do ishte. Mirë, Dardan, du me fillu një pyetje për ta bo. E di që jemi Ramazan, si gjithë tjerët këtu, përveç me mos i tregoni askujt bas. Jo, ti duhet hysh, shumë shpejt. Shumë shpejt duhet hysh. Çka vaga ose dia sa të orë këtu. Je duke u sjell ka xhamia atë. Si ka shku larga. Ja, fillon të xhamia e re. Unë du me ta bëj një pyetje. Si të bën mundi Algjerini? Jashtë asaj fetare, po do ta eksplorojmë ato. Çfarë ndjesie ti aty? Pastaj eksplorojmë edhe me imamin. Si që kesh, për mu, tregon që je shumë më i fortë se që mendon. Shumica e njerëz shembull më thon, nuk mundesh me hangër buk, ose me pi ujë për 16 orë ose 18 orë. Thuaj që ja, nuk muj, nuk ka shansa, mbjen të leg, a lodhna, nuk muj me punu. E kjo sen, besoj që është prej Zotit, t'jep një fuqi që nuk e din që e ki. E tani kur e ban, mësohesh, edhe se vjetë është ka gjakallaj, me krasu. Se është të dimi, edhe ko është me lehtë, po. Kur është në qërshor, në korek, kur është 9:30, edhe ke punu gjithë ditën, kur s'mendon që mundësh me bo këtë sen, po tani kur e ban për 30 ditë, t'jep vullnet edhe për ditët tjera, që mundesh me bo shumë ma shumë se që mendon vetë. Drejtan për ty? Agjerimi është një eksperiencë, domethënë, shumë e veçantë, domethënë. Unë kam filluar që mbas gjimnazit, vitin e parë gjimnaz kam filluar të agjeroj,
e them drejtën atëherë më shumë e bëshim si tip për tradit se sa si besim të plot, në kuptimin domethënë agjëronin, domethënë, po agjëronin pa bukë pa ashu, po domethënë agjërimi është më shumë se aq, domethënë. Edhe duke u rrit njeriu, duke i parë, duke mësuar, domethënë, duke i parë këto, sot domethënë e kuptoj që qëllimi i agjërimit është jo të lësh ujin dhe bukën, po të lësh fjalën e keqe. Të mos mendosh, të mos mendosh keq për xhemin. Të ndihmosh xhemin nëse e shef xhemin si në gjendje të keqe, domethënë ta udhëzosh, ti bësh krah dikujt. Domethënë të jesh solidar me ato që s'ka, me jetimin, me udhëtarin, domethënë agjërimi në vetvete, domethënë e gjitha është një pastrim i shpirtit gjatë këtij muaji, domethënë një pastrim i shpirtit me ca lutje më shumë, me ca falje më shumë, domethënë që të arrijmë në atë pikë që të bëhemi më social me tjerët. Kemi dhe ekspertin këtu. Sahi, jo, ashtu është, e ke goditur, si thonë. Imam, po duhet dalë, kjo është edhe jo vetëm kuptimin fetar, po mendoj shpirtëror, po është në kuptimin fizik që i ndihmon pastrimit të organizmit. Padyshim. Çfarë mendon? Domethënë, sa i përket agjerimit, tash flasim për shumë bukur e tha Dritoni edhe Dardani, domethënë sa i përket aspektit shpirtëror dhe neve si musliman, domethënë si pjesëtar të fesë islame, ne e bëjmë atë të shtyr nga besimi. Domethënë fillimisht e bëjmë të shtyr nga besimi, pse na ka urdhëruar Zoti i Madh. Mirë po, nëse ndalemi i shikojmë ato aspekte, domethënë shoqërore, aspekte tjera, na shtyn të mendojmë se njeriu është fjala e urtë popullore i ngjiti tuntin nuk ja beson. Po i unti tuntit ja beson, ose i urituri për vëllezërit. I urituri të uriturit ja beson. Ja beson. Agjerimi domethënë shtyn ty në atë botë. Tjetra pastrimi normal shpirtëror, po edhe pastrimi trupor që tash i kemi për shembull, jo tash po që sa kohë edhe shumë mjek me renomi botnore. Mesin e tyre është edhe një japonez, emri nuk më kujtohet për momentin, por thotë që trupi njeriut ajtë në bazë të shkencës, jo ai bazuar në fe, ai e ka analizuar në bazë të shkencës. Thotë trupi njeriut ka nevojë që një muaj ditë të qëndroj pa ngrënë dhe pa pirë. Domethënë të bëj agjerim çysh bëjmë ne. Agjerim total. Domethënë gjatë ditës të qëndroj pa ngrënë dhe pa pirë. Edhe tjetra, na, domethënë pjesëtarët e fesë islame, pak Ramazanin e kuptojmë, nuk e kuptojnë edhe mirë, në atë kontest që kur të vjen mbrëmja, e mbushim sofrën aty, edhe te kompenzojmë komplet atë që i kemi humbur gjatë ditës, ta kompenzojmë. Kështu feja nuk thot ashtu. Feja thot marrësh pak, një hurme ose 3 hurme, pak ujë, pak gjëra edhe kaq. Qohesh, fal akşamin, përgatitesh për namazin me tutje, edhe domethënë ushqimit duhet jetë shumë i pakt në të kontest. Po ne, e sidomos shqiptar tash kur të hyn aty, të inkorporosh ti edhe shqiptarin te Ramazani, shqiptarin ton, na tani s'din ndalemi aty edhe vujm, e mushëm tavalinën komplet, po ndoshta nuk po them shqiptar sa për pak humor, se çdo popull, këtë musliman ashtu veprojnë, e mbushin, e rrallë ka që e dinat kararin ose atë masën që duhet pak se atë që e kemi humbë, domethënë prej toksinave që agjerimi i shkatron ato, edhe është i mirë, domethënë edhe për smundjen e kancerit, thuhet, domethënë thonë që trupi e han vetveten, domethënë ato qelizat është krijon një pastrim komplet, krijon një pastrim. Edhe ashtu bile u preferojnë atyre që të mos himna se nuk jemi doktor, po është tema e tillë. Domethënë ja u preferojnë që agjerimi kohë pas kohe. Agjerim kohë pas kohe, jo vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazani, nëse dëshirojmë që të jemi me shëndet të mirë, duhet që kohë pas kohe të agjerojmë. Kështu ka vepruar profeti jon ose pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam, që ka agjeruar të hënët të ejte, çdo muaj të bardha 13, 14 edhe 15 të çdo muaj i ka agjeruar, të hënët të ejte gjithmonë, edhe ndonjëherë kështu më tepër, më shkurt. Agjerimi është i mirë gjithmonë, i bën hajër trupit. Shqipëri thonë intermittent fasting.
intermittent fasting ose çka duhet. Koha e re që për provojmë. Mirë, unë du me qeda një tem tjetër. Bordi Xhamis jeni duke punu për mund me marrë një vend më të madh. Po. Që ta keni një xhami më të madhe, sa aty ku është vendi më i vogël, kuptohet, edhe është rritur pak edhe xhamati si thonë. Jeni tu mundu që sa kohë bile ke pas një fundraiser si thonë. Ku edhe une isha... Gjemin e kemi pas aty. Prezentus kryesor. Isha i nderuar që mftuar. Edhe regjizorin e nderuar. Edhe Ervinin, edhe Ervinin ne ndihem shumë nderuar që na ftuat edhe na besuat, si më thonë, atë fundraiser, edhe unë besoj që unë da mirë aty. Ishte një natë magjike, me thonë drejtën, edhe tash, nga jo ko, edhe ma heret, ju jeni të punu për me mujt me qa fillu me ty drejtant. Ku jeni tash me... Si që the, dhe më thanë, po bëhen, dhe më thanë, 10-15 vjetë, dhe më thanë që po shifet që ajo hapësira ati, dhe më thanë, nuk i pletëson ma kushtet e tona. Nuk është në pyetje vetëm kushtet për të falë, po është parkingu dhe ajo që është ma e madhja, programet. Ne kemi programin e gjuhës shqipe, që mbahet çdo të diel, edhe programin e mirëbesimit. Dhe ne duam me këtë numër të zgjeruar të antarëve, ai objekt nuk i plotson kushtet. Kështu që kemi tentuar, jemi bërë disa vite, domethënë kemi parë prona të ndryshme. Të kalojmë tash tek 2 vitet e fundit, ku ka marrë një shtysë edhe më të madhe, domethënë të kërkesa dhe shtysja e antarëve është që jepni, jemi me ju, le ta bëjmë një vend të ri. Në majin e vitit që kaloi, mbajtëm një dark fundraising dinner që the, dhe aty na dha një shtysë të madhe dhe e pam që domethënë që nuk është vetëm fjalë, po ato njerëz janë serioz. Edhe një statistik në atë mbrëmje janë deklaruar domethënë dhe janë dhuruar domethënë afër 2.5 milion dollar. Që në terma për një natë domethënë është një sukses jashtëzakonshëm. Ne nuk kemi ndalë aty, ne vazhduam, atë pronën që e kishim të parën nuk u bë gjë. Tashi së fundmi jemi në bisedime domethënë të avancuara me një pronë që i plotson kushtet e zonës e parkingit dhe gjëra, dhe do zoti domethënë me të ardhmë shumë të afërt, punë muajsh. Ne do kemi atë qendrën e re, që do jetë qendër kulturore shqiptare, nuk do jetë vetëm xhami. Funksioni i xhamisë është primar, po do jetë qendër kulturore shqiptare, ku do ketë grup, hapësira për grupe vallesh, do ketë për mësimin e gjuhës shqipe, aktivitete komunitare, domethënë të gjitha këto do jenë në atë objekt. Ky është qëllimi jon dhe them që jemi në rrugë të mbar, edhe së shpejti do ndëgjojmë domethënë të reja. Mirë, inshallah. Mirë, Dardan, keni në ide që për në fundraiser tjetër, jeni duke punu në drejtim? Po, një herë dojna me gjithë vendin, me ditë që është ky vend i jonë që na plotson krejt dëshirat, tani do të me bo edhe një fundraiser, mas pakti edhe një, edhe e këshyrëm këto muj, bëva ki para verës, e shikojmë me botë, shka që e kemi atë pronën me kontrakte krejt. Mirë, ju uroj sukses. Po, ne do fandejt shumë, ne do fillojmë, jem duke punuar për atë shtëpinë e shqiptarit, ato takimet, është diçka që edhe unë kam ato si projekt për zemër, edhe unë ju falenderoj për angazhimin e juve atje. Patjetër, që të ndërhyj vetëm pak këtu, domethënë se pavarësisht këtij projekti, domethënë, ne si xhami dhe institucion jemi shumë të interesuar që ideja për ndërtimin e një qendre multifunksionale gjithë shqiptare
që të jemi ne pjesëmarrës. Dhe në takimet që janë bërë dhe ne kemi qenë me delegacion të përforcuar në nivele më të larta, në takimet që janë bërë në konsullatën e Republikës së Kosovës, ku të gjithë shoqatat e Kanadas, nëse ka edhe nga Montreali, prandaj them Kanadas, jo vetëm të Ontarios, mundohemi edhe të je në rrjedhë aty që të bëjmë dakord të krijojmë një bord të ri, një entitet të ri, edhe të ecim përpara me atë idenë, domethënë që të kemi një qendër multifunksionale banë shqiptare, domethënë. Që do i përfshi gjithë. Të gjithë. Yeah. Ajo do ishte mirë edhe unë ju falenderoj për angazhimin e juve dhe shpresoj që nuk do ndaleni se angazhuari, sepse ju jeni dalë më të zotë se na. No, por ne jemi ju dhe ju jeni ne. Ma mori fjalë. Ne ju ne. Jo, ne jemi shqiptarë, ama gjithë jemi gjithë. Unë pse nisa që nga fillimi për punën e organizimit. Unë e kuptoj shpirtin e aktivistit. Vetë kanë jam aktivist, këtu e 26 vjetë, për se jam marrë dhe atë sa kam pas mundësi kuptohet, që jam i vetëmi, ka plot shqiptarë që kanë angazhu. Për mund theks është edhe këtu të hodha mundohem të tregojmë shpirtin e një aktivisti, sepse këtu kohë është shumë e çmuar. Edhe kur mundohesh bën diçka për komunitetin tënd, sa do që e bën, gur bëhet kalaja. Ashtu është. Tash dikush mundet më shumë, me kohë, dikush mundet me financa, dikush mundet me bë dyat. Ideja është që mos dalemi. Unë mendoj që shqiptarët jena me një pozitë shumë atë mirë se si kanë qenë. Plot shqiptarë janë me biznese, edhe ne ja kemi poqë fëmijëve tanë. Yes. Vetes dhe fëmijëve. Po, vetes dhe fëmijëve. Dhe jo vetëm xhamiat kanë vënë vet, shoqata të ketë një me gjithë shoqata tjera një vend, ose ushnisi shtëpia shqiptarit, mund të quhet Albanian Convention Center, komiteti shqiptar, do të thotë çka do si ta ketë emrin të ardhmen të jetë multifunksionale, të jem aty që gjithë vëllezërit shqiptar, pa marrë parasysh nga cila trev, çfarë fe i takojnë, të jetë pjesë e jonja ajo. Edhe unë mendoj që ato duhet mundohemi, mos ndalemi, si një ndalë ju për shembull do një xhami pak më të madhe, që është pak multifunksionale, po ja kemë poshtë fëmijëve. Padyshim. Fëmijët tanë ka nevojë të takohen mes vete, ka nevojë të njihen mes vete. Nuk ka gjë më të bukur se me pas një strombollar, me pas një adresë ku drejtohen. Sepse unë i di dhe me 3 tipës, nuk ka që edhe kanë ku takohen. Ashtu është. Edhe një gjë që më dhe mu shpirtin, na nuk e kem një restorantarit shqiptar, nuk e kem... Pak ma gjon ma kështu. Po, pak ma specifik se... po vret ajo coptimi që kemi jetu në shtete ndryshme, ushqime ndryshme. Por xhamia i ka shkri kufit. Ne kemi bërë bashkimin kombëtar. Unë e di ne si kemi keni Çam, ne kemi nga Ilirida, ne kemi Dardanët si ju, edhe kemi edhe Shqipëria. E di njëjtë edhe të shoqata jonë kem nga gjitha trevat, edhe e bukur është që këtu ne e shohim një tjetrin si shqiptar. Kjo është e mirë. S'prish pun nga vjen, edhe unë s'kam qef me më thonë për shembull Kosovar, se nuk du me ndi vetën që jam nda. Ne e dim që Kosova është shteti pavarë, kuptojmë anën gjeostrategjike që ka ndodhur, po janë në shqiptarët e Maqedonisë, nuk mund mi thonë dritanit Maqedonës. Jo. S'ka lidhe me Maqedonë, kjo është shqiptar. Shqiptar nga Maqedonia, e dim historinë, po gjithë jem shqiptar, edhe po kontribojmë si shqiptar, po donë Zoti që të punojmë që të bëhen gjitha. Mundësit janë, vetëm duhet organizim edhe qetësi edhe mirëkuptim. Sepse ndodhin do njerë që s'kuptohen me dalin fjale, duhet me shumë qetësi me marrë me racionalitet edhe më s'mi ndalë kësaj pune. Besoj që herë du kur dhe a dalim. Unë jam optimist. Edhe ne jemi shumë optimist, edhe shpresojmë. Thot një thënje e Muhamedit a.s. thot shpresojeni të mirën do ta gjeni. Edhe kjo është ashtu. Puno, shpresoje të mirën, puno për të, do ta gjesh, do vjen ajo. Tash e emrim ne. A vjen dikush pas neve, po dikush do ta gëzoj atë për çfarë neve e kemi nisur. Ata nuk po kom qef sa t'jem gjallë me gëzuna me pa. Do ta gëzojmë, do ta gëzojmë, kësmet do ta gëzojmë. Ta shojmë, ta prekim, ta kome aty, ta pimat kafe, si me thonë. Gjitha, edhe komunitetit katolik i dëshirojmë, edhe gjitha komunitetet ortodokse, bektash janë shqiptarë,
përpara sa më shumë, më të fort, më shumë, fëmijëtar muni krenar se në periudhë kem kalu drejtan ti. Din ato kufinat se këta gjenata të reja nuk e din. Me pyet Klajdi do çfarë flet ti, po ti di sa na kanë dalë, na kanë ulë aty, na kanë lënë breko për të na kontrolluar. Janë vujtja ato. Kohë të vështira. Ata kohë të vështira që i kemë përjetuar. Ne jemi të përmallum për bashkim. Shqiptarët jashtë Shqipërisë kanë qenë të përmallum për bashkim. Domethënë ne shifshim Shqipërinë si diçka të shenjtë, si diçka që mezi pritshim të shkojmë të shohim. Ne Dibra çdo herë ka kap radio televizionin shqiptar. Se kemi një afër. Në kufi, domethënë, të thashun, domethënë është një kufi artificial vetëm lumi drini zi e ndan, domethënë. Edhe po kaloj 2 sekonda. Pushteti Jugoslav vente kështu antena që ta ndal sinjalin me pengu zhurmusin. Më shumë pengonte sinjalin e radio televizionit të Serbisë sesa RTS-n. Kështu që ne RTS-n e kemi parë domethënë kështu, edhe kur vinte e diela, vinte filmi në ora 12, 11:30, filmi që në studio Shqipëria e Re, domethënë gjithë familja e li i puna. Kushdo që ishte në fushë, ashtu, uleshim dhe shifshin filmin, ndiqnin atë një gjysmore që ishte para filmit, ishte një koncert. Domethënë ishte Bats and the John. Ishte diçka domethënë para atyre vini ka qenë dhe teatri kukullave, që un këtë sekuencë nga ora 10 deri në 12:30 domethënë të dielave e dijeshte unë ishim të gozhduar para televizorit sepse po shihshim këto. Për ne Shqipëria ka qenë është dhe do jetë domethënë është pikësynimi që të jemi një. Këto kufit po shkrihen siç zotit. Ne duam një saate më parë apo kjo do arrijë duke u përmirësuar vet ne njerë si shqiptar, domethënë. Unë mund të merrom kur shkojnë në Tiranë dhe më dalin aty ndonjë ai kufini aty po pse mos e hekni më zotin. Kush t'ju ndalon me hek? Bile ai ishte fëlit se tash i kanë të bashkuara në një pikë ke. Në një pikë. Po. Janë 2 uniforma ndryshme. Edhe Kosovës është Shqipënia. Njëta. Po e di që i bëhet lufta e tretë më uçuna, se veç na s'bën më kënaq. Këto tjerë duhet moral. Te na lidhet dia gjithmonë, te na lidhet dia. Mirë, Bordi Xhamis ka organizuar për Bajram. Si shkon kjo? Filloj me Dardanin. Dardana thuaj, lutem, për organizimin. Faljen e Bajramit e bojna që vinë ka erë 1500-1600 njerëz më fol. Domethënë është kënaqësi. Kur do mbahet çfarë adrese? Është menaxhimi. Është Capital Banquet Center, është një event që jemi të bëjë të disa vjet po. Në Dixie aty. Në Dixie and Courtney Parkway, domethënë në Mississauga. Në Mississauga. Edhe çfarë datë është dita e Bajramit? Data 20. E di që e din tën, po. Po, është okay, ato përmend se di. E di me 20 Bajramin gjithë ditë 20 mars. Me 20 mars. Domon as 3 javë. Ja, shkosh Ramazani, shkoj. Edhe më pak se 3 javë. Shkoj Ramazani. Kurse darka e Bajramit, domethënë në çdo herë bëjmë një darkë për Bajramin pas Ramazanit, do bëhet me datë 22. Dhe do bëhet tashi kjo ka një risi domethënë do bëhet në North York në një restorant italian. Ftesat është nis ftesat tek antarët që ti bëjnë domethënë prenotimin online për radhë të parë domethënë Dardani dhe mentori do ka bërë një punë të shkëlqyer domethënë mentor Berbatosi, të cilin e përshëndesin domethënë. Përshëndesin. Djali i Safetit. Djali i Safetit është shumë edhe Basit Ali. Shumë punë shumë e fjalë pak. Ai është djalë Flori, Flori është e di. Edhe domethënë mbasi testoi disa platforma, domethënë kemi gjetur një platformë që i plotson kushtet tona, domethënë tashi çdo kush do shkon e zgjedh tavolinën e vet, e di biletën e vet, e di numrin e vet, e pagun online dhe procesi është shumë i shpejt, shumë i mirë, funksional, domethënë që është një risi për ne. Kjo është radha e parë që e bëjmë online dhe do vazhdojmë kështu. Këto janë datat. Këto po pëlqejnë. Kemi sukses. Do të mingu ka pak trita. Jo ka pak, po ka shumë. Po edhe shumë. Jo ka shumë vallahi. Për teknologji, për këto si funksionon sot bota, duhet të dëgjojmë se ne edhe kemi mbet gati old generation, ose old fashion. Ne që dim kompjutere, dim këtu, po
Nuk I dim ato që I dim. Unë du me thonë, ballafaqimi në media sociale tash, puna e studios, është sigur si basi fazli, 92 të kjo me botën dhe ke ma ka që djoni këtë kaset. As video kaset dhe ke, shtinë është do bëma gati. Ka jetë shumë larkë. Ka jetë teknologjia. Edhe përveç teknologjisë që ka jetë, domon media sociale dhe ato settings që janë pa fund, po ta shufut edhe artificial intelligence, aja tash e ka qartë lojnë, e ka qitë me një nivel këtë tjetër. E pash një dit një video dhe këshim po një aktor edhe atë Joe Rogan, këshim po një sken aty tu rafë studio, ata original duri. Adin tash një pulli thu, bama këtë sken edhe jem të kalu me një nivel tjetër, po Zoti inshallah na ruan. Originaliteti do mbijeton, do jetë pak vështirë ndoshta për në zhanrin tuaj për shembull, domethënë tash një person mund ta bëj këngën vet, domethënë s'ka nevojë për orkestër, për orkestrim me gjitha, domethënë ja bën këtë AI-ja, domethënë. Jo tash muj me mbar veten time, fytyrën time dhe me kry intervistë kështu me AI. Tash mos po mujë milion e copyright vare. Edhe zonin me la përdore. Ta shohim si po bëhet. Mirë, atëre dita Bajramit do të thotë me datën 20. Me datën 22 kjo është organizimi domon një natë Bajramit që organizon Bordi i Xhamisë. Edhe me events committee për parën herë që kemi, që po na ndihmon shumë. I përshëndesim ato. Po, I përshëndes. Kena me bë shumë interesant se vjetë darkën e Bajramit. Besoj që ka me konë darka më e mirë në historitë tonë. Po vje mirë, po më duket e keni ftu edhe Odën. Po Oda le, ma beti. Fest zyrtare. Parasysh Odën gjithmonë. Gjithmonë. Qëre unë Biles. Po, fajnë. Jo vetëm Odën. Po çdo shoqat dhe komunitet, domethënë komunitetin katolik I kemi ftuar si zakonisht. Bravo. Unë po gëzona për këto, sepse kjo është mirë për ne, edhe për shembull du me përmend në një rast, Adnani din këtu, është një vllai jon shqiptar nga riti katolik, Luigi Gojani. Luigi e përmend të du me shtru një darë për iftar për imamin edhe vllaznin ton musliman, I ka thirrë disa, kështu që unë e falenderoj për zemërsisht. Ne falenderojmë shumë. Do jesh aty Kismet. Po, besoj edhe aty, tash s'di jam ka thirr Luigi. Sa më rëndësi, ti të jesh aty, sa më rëndësi. Jo, duhet me qenë me dokumentu Oda. Dëgjom, unë u kënaqa me ju, nuk do t'ju mbaj më shumë, se është edhe jeni me Ramazan, duhet të shkoni edhe për iftar, edhe keni për shembull I ka obligime në xhami imami. Edhe unë nisëm pak me vonë sot, po ishte shumë kënaqësi. Ju falenderoj nga zemra për krahin e juaj, për ndihmën e juaj, për suportin edhe ato fjalë të mira gjithanej, komplet. Unë ju falenderoj publikisht, sepse e din që bashkëpunimin e kem shumë për zemër të ndërsjellë, unë kam thonë kur do që ka nevojë, Gjemi është I gatshëm të gjitha institucionet ku janë shoqatat që të kontriboj, po unë ju falenderoj juve për mirëkuptimin ndaj meje, edhe sot që gjetet kohë me erdhën 3 veta, është I raport bac 3 veta, që shkerë klajdi mirë, Besmir? Mirë po thonë këta. Kështu që ne do takohemi prapë, po unë ju uroj juve shëndet, shpresoj që Ramazanit ju shkoj sa më mbar, sa më mirë, edhe suksese me atë vendin që po e bani, edhe inshallah Zoti po bëhet. Lumt goja, faleminderit, ti dhe vini domethënë për punën që bëni, domethënë për komunitetin, domethënë. E dim se është në baza të thuaj se vëmë vullnetare. Domethënë dhe përfitimin do e keni edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Inshallah. Kënaqësi është që jemi këtu edhe jemi shumë krenar që pe bëni këtë punë. Ato çdo ditë është çdo herë që e shoh në social media që keni postu është më një herë kam qef me shikuar çka keni bëu. Edhe këtë vend është shumë I bukur që kom dosh pucat me hek para se me hek. Çaqë bukur, çaqë mirë që e marrë. Kjo është e re. Pucat me hek para se me fut. Po më doke merr pak marrë te pijat të bukura krejt senet prej kulturorës tonë, për në me është kënaqësi me ju po këtë punë që përbani. Faleminderit shumë. Këtu ndihemi edhe unë ndihem sikur në shtëpinë tonë, ambienti është tamam si në vendlindje,
edhe kjo Albania Noda podcast, jo vetëm juve, por kjo na bën krenar të gjithve, edhe jemi shumë, dhe më thonë, me fat që ju kemi juve, jo pse ju kemi doste jaran, po puna është që pse meritoni këtë emër, tamam artist, që i shpalosni tema të ndryshme për bashkëdhetarët tonë këtu, e kudo në botë, por sidomos për neve këtu. Prandaj, fat e sukses, e gjithat mirat në këtë programin tuaj, të mrekullueshëm këtë në këtë podcast, edhe shpresoj se bashkëpunimi jonë do të jetë gjithmonë me ju. Aga është falenderoj shumë, respekt shumë falenderoj që ishta. Bac, falenderoj shumë, edhe i falenderoj edhe Klajdin, edhe Besmirin. Pa tjetër. Shumë falenderoj, respekt.